Dhe ja që ju lëzër është nata e 28. Do të mbaran me lejnë Allah të zëgjerë kja natë. Do të henë edhe nata e 29. Në natën e 29 e kanë të obligushme Arabia Saudite me gjithë ulemat e tëre. Dhe këta ulemat janë që kanë njëri rreth ajeteve kuranore, hadithe profetike në shikimin e hanës. Njëjtën gjë i kanë edhe mjetët që e shikojnë shikimin e hanës si lloj afrimi dhe jo si lloj teknologjie që teknologjia vendos. Kush vendos? Vendos syni i tyre me Kur'an dhe me Sunet. Mirë po i kanë ata mjetët që afrojnë sa më afër syni me pas sa më mirë. Mirë pa vendos teknologjia? Jo. Vendos, domethënë, syni dietarëve që natën e 29 pas namazit të ikindijes, një orë para se më ardhë namazi i akşamit, ata e japin lajmin që a do t'jetë nesër Bajram, apo ka nevojë që mi mbusht Ramazani 30 ditë. Dhe kja hadithet janë shumë qarta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, agjerani me 29 ditë apo 30 ditë. Në qënë se keni në vështërsi me pa hanën, shkaku i mjellëve, shkaku e kështu me radhë, ka thonë plotësane ata me 30 ditë. Pastaj ka thonë, shikane hanën e Shawalit. Në ato momente që mbushet hana e Ramazanit, nesër kuptojmë që është muji Shawal, fillon hanë e re e mujit Shawalit. Për që lusmi Allah në dhe gjelë që Zotit ketë pranu për neve. E këta fjallë ju lëzër që i thasht, e jetë që ku jemi naqë thasht. Da me thonë i kemi pak ditë. Qysh Allah dhe gjelë që a thonë, e jemë ma'dudet, ditët të numruara caktune. Ju qysh kemi qef na, jo Allah. Ama Allah dhe gjelë i ka lanë da me thonë këto ditë, janë të numruara te Allahu, janë caktuar nga ana Allah të rëzgjerë për këtë mund. E kush u angazhu, e ka gjetë mirë nga ana Allah të rëzgjerë. E kush u mundu, e ka gjetë mirë nga ana Allah të rëzgjerë. E kush i ka ne gati, do i gjenë të mirat e Zotit me lejnë Allah të rëzgjerë. E më zbojë për atërë me thonë, Allah i shpejt shkaj Ramazani. Jo, Ramazani ka qenë, po te nuk i ditë me shvydzu Ramazanin dhe me fitu ato që ka për pjesë të Ramazanit. O ju lezër, ky muj për neve dhët me u përfëndu me istighfar dhe bendim të ka Allah në razërgjë. Asnjëri nga ne nuk do që mi i përfëndu ditët të Ramazanit dhe na me qenë knaqër, a me thonë, alhamdulillah, e krytëm, apo me thonë në aspektin e këtë qërë, alhamdulillah që a e shumë i rarë, pasa ka ma mirë pa gjërim. Jo Allah në rujt, jo Allah në rujt. Mirë pa me dalë për këti Ramazanit me istighfar dhe pendim. Pse me istighfar dhe pendim? Nga se adhurimet e tua ndoshta nuk janë të plota për tek Allahu Azza wa Jall. Me pendim, ndoshta si ke nejt mirë Ramazanit, mujt Allah Azza wa Jall që shka kërku Zotit. E me u pendu tek Allah dhe me kërku falje tek Zotit. Edhe Zotin me çdo ibadet që na e përfundojmë prej namazeve, e thojmë istighfarin, pendohemi tek Allah Azza wa Jall. Edhe prej shtyllave të mira që është edhe haxhi, edhe ata kur ta kryjmë na që kthehemi mbas Arafatit na e shtojmë istighfarin, pendohemi tek Allah Azza wa Jall. Për që vlerën e këtij muajit, shkollimin e këtij muajit duhet me përfundu me istighfar dhe pendim tek Allah Azza wa Jall. Me vërtet, adhurimet fillojnë me nijet dhe shpërblen me nijet. Ama të njëjtën gjallë, adhurimet përfundojnë, dhe më thonë, me khatime, dhe më thonë, përfundojnë me veprën tane. Qysh fillan edhe të me përfundu. E përfundimi më i mirë i veprës tonë kush është?
është istighfari dhe pendimi tek Allahu Azza wa Jall në këto ditë. O ju vëllezër, Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'an thotë: Inna Allaha yuhibbu at-tawabin. Më të vërtet, Allahu Azza wa Jall i don ata që pendohen tek Allahu Azza wa Jall. Për këto ju vëllezër, Allahu ka kriju krijesa e që në gjendjen e tyre e ka për qëllim Allahu Azza wa Jall e din gjendjen e robit vet, edhe ai s'përçare pa përfunduar tek pendimi. Subhanallah. Zoti ta din gjendjen tonë, në ditë ki mu këthy të kaj, në ditë ki mu pendu të kaj. E qëra Allah Azza wa Jall po thate, s'ki qarit e pa pendu, se dhe Firaoni u pendua, i erë momenti vdekje se pa, au tani besaj që Zotit Mosaj, ama s'ka pendim. Nuk ka pendim. Nuk ka pendim a i kore shen njeriu të vdekja që është po pendona. Jo. Allah po t'jep mundësi, po dhe tonë e du pendimin. Hapsir para vdekjes që na mu pendu. Pendimin Zote e dan, kur ne i përfundojmë adhurimet tona, ibadetet tona, që na mu pendu, barabart me pendimin me qenë edhe istighfari për Allahun Azza wa Jall. Për to ju vëllezër, e dytërueshme mu pendu tek Allah. Në kuptimin e këtij hadithi që du me lexu tani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur ju mos me qenë prej atyre që bani mëkate, Allahu kish mi u zhduk juve dhe kish mi pru një popull tjetër që bani mëkate dhe pendohen tek Allahu dhe Allahu ka mi fal. Në këtë hadith e kuptojmë e dytërueshme është që njeriu mu pendu tek Allahu Azza wa Jall. Nuk jemi të sigurt për jetën tonë dhe imanin tonë që jemi të qëndrueshëm. Nuk jemi të sigurt edhe për ibadetet tona që kemi bërë në Ramazan. Në qofse nuk ja bashkangjitmi mbrapa adhurimeve tona në përfundim, istighfarin edhe pendimin tek Allahu Azza wa Jall. Pse ju vëllezër? E njëjta gjë, qysh pendimi e pastron njeriu prej mëkateve, pendimi dhe istighfari të njëjtën gjë e pastron edhe ibadetin ton. Ja dorëzon Zotin ton në mënyrën më të mirë këtë ibadet. Pastaj vëllezër, at-tawba min ahabbi at-ta'ati ilayhi jalla wa ala. Pendimi është adhurimi më i mirë tek Allahu Azza wa Jall. Pendimi është adhurimi më i mirë tek Allahu Azza wa Jall. Subhanallah. Kur njeriu pendohet tek Zoti, Zoti e dan këtë pendim. Për ata është adhurim, dhe është adhurimi më i mirë kur robi kthehet tek Allahu Azza wa Jall, kur robi e kërkan istighfar tek Allahu Azza wa Jall. O Zot falem, ndoshta këtë muj s'u mund me ta dhuru që çdo, ndoshta më bëu ndonjë mëkat, astaghfirullah, kërkoj faljen teje për teje o Zot, ndoshta nuk u mund me lejt në ibadetet tua, obligimet tua që çdo e kërkan prej Allahut Azza wa Jall dhe ky për ty shndërrohet adhurim. Subhanallah, është ibadeti më i mirë, adhurimi më i mirë. Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam: Allahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdi hina yatubu ilayh. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet më së shumti për robën e tij kur ai pendohet, kthehet tek ai. As te nuk gëzohesh çysh gëzohet Allahu Azza wa Jall për pendimin tonë. Gëzimi i Allahut Azza wa Jall për robët e tij që pendohen tek Allahu. Arsyeja është që të kthehesh tek Allahu dhe e thën vetëm para Zotit. Qysh e thën vetëm? Unë jam gjunaçar, unë s'u mund të ibadet çysh do, ty të ketë adhurimi i drejtë i pastër, ty të ketë lavdërimi, ty të ketë madhështia, na jemi njerëz gjunaçar, edhe adhurimet po t'i bojmë me gjuna. O Zot falna. A ka mundësi adhurimi me qenë me gjuna? Kush mundet me marrë një ide, një argument që mund me qenë adhurimet tona me gjuna? Po, ka mundësi adhurimet me gjuna. Çka thot në Allah në Kur'an? Wala taqrabu as-salata wa antum sukara. Mos ja afroni namaz duke qenë të devër, apo?
Abdullah ibn Abbas, edhe që ka thonë për qëta jep, ka thonë, sa prej neve i ka de dynjaja. Kur ti namaz, alkoholi, dynjaja. Kur ti namaz e men, nesër në punë, nesër ka në bukta, nesër aja ka ru që është namaz. A mundet me qenë për ibadet me mekate? Po. Nga sa Allah me ndalan, mos heni për thatë namaz, ajo duke qenë me dynja. Subhanallah. E për këta pendimi tek Allah Azza wa Jall i jep ibadet, adhurim, e pasan adhurimin tonë. E afran tek Allahu Azza wa Jall dhe e pranon tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj i vëllezër, يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. Thot Allah Azza wa Jalla në hadithin kutsi, thot unë jam me mendimin e robit tem ashtu qysh me ndan aj. Ktheu tek Allah Azza wa Jalla, me ndan mirë për tek Allah Azza wa Jalla. Mundau që mi fol vetë me thonë ej, vërtet Allah është i falës, Allah e dan falën, Allah është i mëshirshëm. Vërtet na si kemi kry mirë adhurimet i ibadetet. Më shpresoj tek Allah se Zoti më pranu mu këtë agjerim, këtë sadaka, këtë zekat, këtë taravi. Me ndami për Zotin tonë, ashtu ka me qenë. Mi po mos e ndi vetin tonë sigurt, ju mblodha 30 ditë ki pa, i mi knash taravi. E pendimi ku është pendimi? Me ndami për Zotin tonë, pendau tek Allah. Apo me ndami që Allah ka me pranu, Allah është edhe mi, po mos jep vetit siguri pa pendim, pa u kthy tek Allah Azza wa Jall. Për ta ju lezë thot për Amiri sallallahu alaihi wasallam, inal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Thot me vërtet besimtari imani që ka besimtar nuk sigurohet në ibadetet e adhurimet e tij. Nuk sigurohet, mi po gjithmonë e shen, mos me bëj ibadetin me mekatën, ta përsëriti ma mirë pendimin se me pendim pranon tek Allah Azza wa Jall. E pranon dhe me të vërtet besimtari e shen mekatin, sukur me qenë për ta, mbi kokën e ti me qenë i kodën, mbrapa te me qenë kodën. Dhe ka mundësia ja kodën që ty me të ra për mas, më shen me puna i sen. Ti gjithmonë ki frikë, ja khafen jaka alej, a i ka frikë që mos për bjen kodra mbi ta. Pastaj për me thot, wa inal fajira yara dhunubahu كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فقال. Subhanallah, për shumë ky sahabiu, për shumë që shka për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Pat ndërsa mëkatari, nëse kemi parë 30 ditë Ramazani, mi knaqja ke pasën, nuk ka pendim. Nuk pendohet tek Allah, ndoshta ka bërë mëkate gjatë ditës në Ramazan kështu të mëra. Shka vëllat për Ameri, mëkatari thot e shen gjunat e ti sukur një mis e cilla ju paraqitet para unës edhe për Ameri po ban me dorë kështu për eva. Kur gjatë, në thonë e le, kur gjatë sot. Jo, që ki badet me se për Ramazani që është të. Jo, pëndau tek Allah Azza wa Jall. Ktheu tek Allah Azza me pendim, se ndoshta adhurimet tona kanë shumë me mëkate, ndoshta Allah nuk i pranon këto veprat e ngjeshme me ta. Istighfari, pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawmi akthara min 70 marratan." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po betohet, dëgjani e vllazim me vëmendje këta. Me dëgjani këtë hadith me vëmendje. Pejgamberi po thot: "Pasha Allahun, unë pendom dhe vazhdoj mu pendu, dhe sa kon gjallë, dhe thash pendom dhe vazhdoj alo mu pendu. Tek Allah Azza wa Jall mrena ditës më shumë se 70 herë. A për ndëgjovi nga qëta dit? Më në men qëta. A e ndëgjovi nga qëta dit? Kush u pëndu për neve qëtash? Aso në asjo, kërko sheqë. Dini kër e kanë ndëgju e buhërera që i fjallë për Amerit qëka ka thonë? Edhe qëka ka bu? Ka thonë pasha Allahin, nuk ka më kalu mu ditë, oj dërgumi Allahit, 12.000 herë ka më pëndu të këzote. Edhe ka unë transmetim 12.000 herë mrena ditës u pëndu të ka Allah Azza wa Jall. Kur e kanë dëgju hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. A e shikot dalimin me sahabe dhe neve. Në ndëgjëm hadithin,
Po që. Nëse aje kanë dëgjua diti, mina e ka thonë besën ka në unë. 12 mija ka thonë më në ditës. Edhe që ashtë kanë transmitim 12 mija më në ditës u pëndu të ka Allah. O ju vlezër, e lusë Allah në zëgjel, që Zoti me në falë dhe me në mshiru. E lusë Allah në zëgjel që Zoti me në bu prej atyre mu zhuna pi gjumit, edhe në vërtet më u pëndu të ka Allah zëgjel. Me eshtu istikfari, nga se istikfari të ka Allah zëgjel dhe pëndimi të ka Allah zëgjel e pranan veprën tane dhe e pastran ibadetin tane, adhurimin tane. E lusë me Allah që timi për të ja, Rabbil Alamin.